Dy shtetas shqiptar të dënuar nga drejtësia italiane për një sër veprash të rënda penale janë arrestuar nga policia e shtetit në 2 operacione të ndara në Dibër dhe Fushkruj. Të kërkuarit ndërkombëtarisht ato akuzohen për përfshirje në organizata kriminale, trafik droge dhe shfrytëzim prostitucioni. Operacioni i koduar Operacionalia është zhvilluar nga forcat operacionale të policisë së shtetit në bashkëpunim me Interpol Tiranën, duke quar në lokalizimin dhe ndalimin e 2 shtetasve me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Në Macellare të Dibrës u arrestua Klodian Llomi, 34 vjeç, i njohur dhe me mbiemrin Mazari. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, pasi gjykata e apelit në Rom e kishte dënuar në vitin 2023 me 6 vjet, 7 muaj e 2 ditë burg për përfshirje në organizatën kriminale, trafik të lëndëve narkotike dhe shfrytëzim prostitucioni. Ndërsa në Fushkruj, forcat e policisë vunë në pranga Roland Ibrahimin, 40 vjeç, banues në Laç, i njohur dhe për identitetin Ali Meci. Ai ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane dhe i dënuar nga gjykata e Torinos në vitin 2024 me 4 vjet e 3 muaj burg për vepra penale që lidhen me pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe vjedhje të rënda. Të 2 persona do të ekstradohen drejt Italisë, ndërsa autoritetet shqiptare theksojnë se operacioni Operacionalia do të vijojë me objektivin për të kapur të gjithë personat që fshihen në territorin shqiptar dhe janë të shpallur në kërkim brenda dhe jashtë vendit. Policia e shtetit njofton se bashkëpunimi me Interpolin dhe autoritetet italiane do të intensifikohen dhe në ditët në vijim për të goditur rrjetet kriminale dhe për të çuar para drejtësisë personat përgjegjës për veprat më të rënda penale.